Për 8 muaj radhazi, brenda këtij objekti nuk hyri asnjë vizitor. Dyert e Muzeut Kombëtar të Kosovës janë mbyllur për vizitor që nga tetori i vitit të kaluar. Kjo për arsye sepse objekti është nënshtruar një renovimi të tërësishëm si brenda ashtu edhe jashtë. Aktualisht punimet janë duke u zhvilluar në pjesën e jashtme të muzeut, zyrat e administratës si dhe në depo. Të njëjtat pritet të përfundojnë në fund të korrikut për t'i hapur pastaj rrugën punimeve në sallat ekspozuese. Por data nuk dihet se kur muzeu do t'i hap dyert për vizitorët. Sa i përket hapjes, po ashtu e kam shumë të vështirë ta them në një datë, sepse punimet mund të përfundojnë, por krahas punimeve, muzeu obligohet hartoj dhe të zbatoj konceptin për vendosjen e ekspozitës së re, kështu që edhe kjo e merr kohën e vet. Nga menaxhmenti i Muzeut Kombëtar janë në hartim të një strategjie të komunikimit lidhur me kërkesat për vizita. Ne do të provojmë bashkë me Këshillin Drejtues të zbatojmë strategjinë për komunikim me publikun, e cila është në procedurë përfundimtare të miratimit, në mënyrë që të jemi në një kontakt me vizitorin. Projekti i renovimit të Muzeut Kombëtar të Kosovës ka shifrën e rreth 3 milion eurove dhe është parapart që i njëjti të qëndrojë mbyllur për një vit.